Përshëndetje të nderuar teleshikues të UTV News. Këtë pasdite do të flasim për ekonominë, veçanërisht për rritjen ekonomike, duke marrë shkas nga raporti më i fundit i Bankës Botërore për 6 vende të rajonit Europës Juglindore, ndërto dhe Shqipëria, por njëherësh dhe nga deklaratat më të fundit të bëra gjatë mëngjesit të ditës së hënë, pra ditës sotme, të ministrit të financave dhe njëherësh përfaqësuesve të Bankës Botërore, ku është folur edhe për masat me njerëshme që duhet të ndërmerren në 2 sektorë të rëndësishëm, të përmendur dhe gjatë kësaj tryeze, siç ka qenë sektori pra i reformës në pensione, por njëherë në sektorin energjetik. Për këto dhe për të tjera do ndalim gjatë minutave në vijim, duke folur veçanërisht për raportin midis rritjes ekonomike dhe ndjeshmërisë që kanë vetë shqiptarët në buxhetin e tyre të vogël familjar. Unë për këtë kam sot pasdite të ftuar në UTV News 2 ekspertë të njohur ekonomie, zotin Zef Preçi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Gjithashtu dhe zotin Arjan Kadere, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përpara se të nisim bisedën, të rikujtojmë edhe një herë këtë raport i përket në fakt në mos gaboj ditës martë apo të mërkurë të javës kaluar, por ka disa të dhënat interesante të cilat janë prekur dhe gjatë ditës së sotme. Ndjekim materialin dhe rivim pas pak në studio. Ekonomia e Europës Juglindore po fillon të rimëkëmbet nga recensioni 2012-s, duke u rritur mesatarisht me 2.2% në vitin 2013, kjo sipas raportit të rregullt ekonomik për Europën Juglindore të Bankës Botërore. Lidhur me situatën në të ardhmen, raporti shprehet se ekonomia në rajon parashikohet të rritet me 1.9% në vitin 2014 dhe me 2.6% në vitin 2015, kjo fal rritjes së kërkesës së jashtme, por ky parashikim zbet nga rreziqet domethënëse që lidhen edhe me përmbytjet e fundit në rajon. Përmbytjet e rënda veçanërisht në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Serbi, për shkak të rreshjeve të dendura në mes të muajit maj, kanë shkaktuar krizë humanitare, e cila padyshim do të ketë ndikim negativ mbi rritjen e vitit 2014, megjithëse është ende shumë shpejt për të matur impaktin e plot. Por ajo çka Banka Botërore evidenton qartazi, lidhet me ritmet e rritjes në rajonin e Ballkanit. Kështu, për vitin 2013, Mali i Zi renditet i pari për nga rritja ekonomike me 3.5%, i cili pasohet nga ish Republika Jugoslave Maqedonisë me 3.1%, si dhe nga Kosova me 3%, ndërkohë klasifikimi vijon me Serbinë me 2.5%, Bosnjë-Hercegovinën me 1.8% dhe në fund Shqipëria me 0.4%. Banka Botërore vlerëson si bazën e kësaj rritje ekonomike sado modeste, por pozitive, eksportin, i cili në rastin e Shqipërisë përmendet ai mineraleve të djegshme. Megjithatë, në këtë raport vërehet se kërkesa e brendshme mbetet në ndrysni për shkak të uljes së remitancave, duke reflektuar një ekonomi të plogësht dhe me ritme të larta të papunësisë dhe kreditim të kufizuar. Sipas raportit, sfidat janë ende të pranishme dhe kërkojnë veprime në sektorët financiar dhe fiskal. Zbutja e huave të këqija të larta dhe në rritje, rifillimi i rritjes së kreditimit për bizneset huamarrëse dhe ulja e borxhit publik do të çonin në përshpejtimin e aktivitetit ekonomik. Banka Botërore thekson se në rastin e Shqipërisë, rritja ekonomike pritet me një normë më të lartë se në vitin 2013, pra me rreth 2.1%. Megjithatë, përpos garës shifrore të rritjes ekonomike, ka edhe një anë tjetër të medaljes, atë se çka ndjejnë për ditë në xhepat e tyre, familjet shqiptare. Megjithë rritjen të jetë modeste të vendit ton dhe pritshmërive për progresion, sërish 40% e familjeve shqiptare, pra ato që përbëjnë dhe pjesën më të varfër të popullsisë, nuk kanë përfituar as pak nga rritja ekonomike. Të dhënat e Bankës Botërore gërshetohen edhe me ato të Organizatës Botërore të Punës, të cilat tregojnë se familjet me të ardhura të bazuara tek puna janë duke u përballur me kohë të vështira. Të dhënat tregojnë prirje në disproporcion që ka reflektuar rritja ekonomike ndër vite e Shqipërisë në raport me pagën reale. Kështu rezulton se të ardhurat e punonjësve janë reduktuar ndjeshëm, pavarësisht se vendi asnjëherë nuk preku pikën e nxehtë të recensionit gjatë viteve kur kulmoi kriza financiare e eurozonës. Në raport evidentohet se nivelet e rritjes mesatare në periudhën nga viti 2000 deri në vitin 2013 kanë qenë të pamjaftueshme për të siguruar një konvergim të qëndrueshëm me standardet e jetesës së BE-s. Në këtë periudhë të gjatë,
Banka Botërore vëren se niveli i rritjes mesatare për frymë në këtë rajon ka qenë 93%. Megjithatë, në raport nënvizohet se rimëkëmbja ekonomike e kohëve të fundit përbën një mundësi për të rinisur reformat strukturore të nevojitura prej shumë kohësh në vendet e Europës juglindore, për parësit për rritje dhe për hapjen e vendeve të reja të punës, përfshin stabilizim makroekonomik dhe fiskal, si dhe forcimin e luftës antikorrupsion, cilësohen nga Banka Botërore si objektivat kryesore të 6 vendeve të Europës juglindore. Ka qenë kjo një përmbledhje, në fakt një raport i shumë faqesh të Bankës Botërore që referohet disa prej vendeve të Europës së Juglindore, ndërto dhe Shqipërinë. Flasim në fakt për Shqipërinë sepse binte në sy që në krye të herës që pavarësisht rritjes ekonomike të vërejtur për vitin 2013, Shqipëria nuk ishte një përqindje të konsiderueshme. Madje mund të themi që ishte e fundit në këtë rajon me 0.4%. Ndoshta afërmon që përpos pjesës së një viti elektoral, çfarë mund të rendisim si arsyet që kanë sjellë pikërisht këtë rritje shumë tepër modeste pra të ekonomisë së vendit? Unë do të thosha që kemi të bëjmë me një kompleks faktorësh që kanë determinuar këtë rritje ekonomike modeste në kufit e stagnacionit, që lidhen me kufizimin e një koshëmësit kërkesës brendshme ashtu kërkesës jashtme. Pra kërkesa agregate është rritur relativisht pak, do thotë që është kurrë si e tillë. Në të njëjtën kohë, faktorët e tjerë që kanë të bëjnë me rritjen, si kreditimi i ekonomisë apo prurit monetare të migracionit, kanë ecur në trende negative dhe praktikisht është kurrë alokimi i kredive të reja për biznesin. Në të njëjtën kohë, prurit monetare të migracionit janë pothuajse përgjysmuar në krahasim me 2 vjet më parë. Mos themi tjetër në pasaj që edhe shpenzimet publike, investimet publike, për shkak të pamundësisë për të mbledhur të ardhurat buxhetore dhe thellimit të deficitit, detyrimisht që kanë qenë modeste për ashtu faktin që janë përdorur kryesisht për shpenzime operative dhe të tjera sektore. Në këtë kuptim, një kombinim faktorësh që lidhet kryesisht me kërkesën dhe njëkohësisht në politikat fiskale dhe monetare që kanë ndjek shteti, që kanë ndjek qeveria, kanë ndikuar në këtë rritje ekonomike modeste në kufit e stagnacionit për vitin 2013. Ndërkohë, për vitin 2014, po diskutojmë edhe përpara se të hyjmë në studio me kolegun Kadare, ka një tendencë, një perceptim, një pritshmëri më pozitive që lidhet me rotacionin paqësor të pushtetit një vit përpara, pothuajse një vit përpara, që lidhet me një lloj konsolidimi, do të thosha në konceptin e politika monetare, me disa stimuj që edhe pse s'kanë shkuar tek përdoruesi fundor apo përfituesi, biznes apo individ, në thelb janë potencialisht mundësi për një besim reciprok të investitorëve ndaj tregjeve, të kredimarrësve ndaj bankave, të taksapaguzëve ndaj qeverisë, për një besim pak më të mirë se sa viti që lan pas. Në fakt, nëse do të flasim për sektorët, rritja parashikohet për vitin 2014 2.1% dhe në vitin 2013 kryesisht ishte bazuar tek eksportet, ajo rritje ekonomike modeste. Për këtë vit, çfarë mund të themi? Cilët do të jenë ato sektorë që do të prodhojnë këtë rritje relativisht më të madhe se sa 0.4%? Mund të them që edhe nga materiali juaj, domethënë prapë përsëri eksportet mendohet se do jenë sektori kryesor që do të ndikojnë në rritjen ekonomike. Është një sektor që nuk ka lidhje me politikat që ndjek qeveria, pra është një sektor le të themi vetvetishëm ky apo jo? Indirekt, domethënë është një sektor që Shqipëria konkuron sepse ka fuqi punëtore relativisht të lirë në krahasim me vende të tjera. Ka zhvilluar disa industri, si industrinë fason, që ka një avantazh krahasues në krahasim me disa vende të tjera me të cilat konkurrojnë. Dhe përgjithsisht perceptohet që vendet e kryesore partnerët të Shqipërisë po dalin nga kriza më e rëndë dhe kërkesa e tyre për madhrat tona do të jetë më normale, më e rritur se sa ç'ishte në të kaluarën. Po të shikoni materialin që paraqitet ju, domethënë të gjitha vendet e rajonit, disa faktorë të mos rritjes ekonomike të dëshiruar i kanë përbashkët. Po të shohësh kërkesa e brendshme në të gjitha ato vende është e reduktuar, e ulët, kështu është dhe në Shqipëri. Konsumi i brendshëm kryesisht është i ulët
Dhe kjo përcakton, si thua, ritme të kufizuara rritje nën potencialin për të gjitha vendet. Shpresa varet përsëri nga eksportet dhe për këtë vit edhe deri në vitin 2015. Dhe unë them që ky është një skenario i mirë. Duhet menduar për stimuluar kërkesën e brendshme. Nëse nuk stimulohet kërkesa e brendshme, ekonomia rritet me një këmbë, nuk rritet me dy këmbë, domethënë nuk e ka potencialin. Qeverit duhet mendojnë jo vetëm duke e varur shpresën tek eksportet, po mund të stimulojnë prodhimin vendas. Natyrisht me ato mjete monetare, me ato rregulla buxhetore, me ato kufizime buxhetore në rastin e Shqipërisë, sepse kemi marrëveshje me FMN, dhe me ato injeksionet të valutës dhe të paras që mund të bëhen në sektorin e prodhimit. Unë them që pa u stimuluar kërkesa e brendshme, nuk mundet që të arrijën ritmet potenciale të rritjes ekonomike dhe mëtej të vazhdohet me reformimin e ekonomisë. Reformat nuk mund t'i vësh plotësisht në zbatim nëse nuk arrin ritme të mira rritje. Është iluzion, domethënë nuk e mundësi për mendimin tim ti zbatosh plotësisht. Pra, mungon terreni i përshtatshëm. Mungon terreni i përshtatshëm. Duhet vënë ekonomia në lëvizje, duhet afruar niveleve potenciale dhe pastaj duhet filloj implementimi i reformave. Flasim pak për këtë pjesën e paketës fiskale që u miratuar në fillim të këtij viti me shumë debatesh edhe reagimesh veçanërisht nga komuniteti i biznesit. A mund flasim tani, jemi në fillim të muajit qershor, sigurisht kemi të dhënat e 3 mujorit të parë, të 4 mujorit të parë, dhe sigurisht mund të flasim për një mënyrë më të drejtë për drejtë reagimit të ekonomisë mbi këtë paketë fiskale. Si është pritur ajo? Tani nuk ekziston në vend i botës ku të ketë vullnet për të paguar taksa. Detyrimisht që rritja taksave do të pritesh me reagim nga komuniteti i biznesit. Në njëjtën kohë, parimisht ishte krijuar një lloj qëndrueshmërie, e cila në thelb jep të mundësi sipërmarrësve vendasve të huaj të projektonin kostot, projektonin fitimet, projektonin investimet e tjera. Dhe rritja e taksave në thelb nuk mund mos çojë në më shumë para në buxhet, por në më pak mundësi për biznesin, për sipërmarrjen, në importimin e teknologjisë, çeljen e vendeve të reja të punës dhe indirekt në kontributet më të mëdha në të ardhmen në taksa. Gjithsesi, tashmë jemi para një fakti të kryer. Mendoj që në shtesën e të ardhmeve buxhetore, qoftë nga tatimet, qoftë nga doganat për 4 muajin e parë, më shumë se sa një performancë më e mirë e administratës fiskale të vendit ka kontribuar pikërisht rritja e taksave, rritja e fitimit dhe rritja e taksave të tjera. Në atë masë sa është bërë shtesa. Njëkohësisht një kontribut kuptohet që për shkak të vlerësimit që bëhet në bazë shifrave nominale, vlerore, ka dhënë inflacionin në atë masë 1.8 apo sa është, ka dhënë rritja ekonomike 0.5 apo sa mund të ketë qenë në 4 muajt e parë. Për të mësuar tjetër pastaj që një lloj efekti ka dhënë dështyrja në kohë e pagesës rimbursimit të VSH-s për të njëjtën periudhë. Pra një mekanizëm i përdoret nga administrata më përpashme. Gjithsesi, rezerva më e madhe dhe me kanë si konstatova sot në deklarimin publik të Ministrit të Financave, rezerva më e madhe mbetet reduktimi i informalitetit, formalizimi i ekonomisë, jo lufta kundër informalitetit, dhe është një perceptim shqiptar dhe atavik i periudhës së komunizmit, nuk luftohet informaliteti, por formalizohet ekonomia. Do të thotë që ata që janë informal inkurajohen, paguajnë taksat, paguajnë sigurime shoqërore, përfshihen sistem thuhet. I këtë çon në një fuqi konkurruese më të mirë të ekonomisë. Është duke u bërë kjo aktualisht si shikoni? Shpresohet, por akoma nuk shoh përveç deklarimeve publike, një këshill konsultativ biznesi që ka ndonjë vit që përmendet herë mas here dhe në mjaft talime të rëndësishme, por që ende nuk shoh të jetë funksional. Me këtë do të them që përmirësimi i klimës biznesit, që çon në reduktim të informalitetit, që çon në zgjerim të bazës tatimore, mbetet rezerva më e madhe për një performancë më të mirë të fiskale të ekonomisë sonë kombëtare në periudhën që vjen. A mund të flasim ne për efekte të shlyerjes së borxheve ndaj biznesit? Ato priteshin që të kishin një efekt pozitiv. Ka dhe një vlerësim nga Banka e Shqipërisë që shlyerja e detyrimeve parambetura ndaj biznesit do kishte një efekt pozitiv në reduktimin e uhave me probleme të sistemit bankar. Në atë masë që shlyen, natyrisht jo gjitha shkon për reduktimin e uhave në fjalë, por ajo ka një efekt pozitiv. Sipas vlerësimeve do të thotë që rreth nëse shlyen të gjitha detyrimet e pravambetura ndaj bizneseve,
do ketë një ulje me rreth 2-3 pikë përqindje të uave me probleme të sistemit bankar, që nuk është pak në kurset e dhëna. Por përsa i përket performancës administratës fiskale, ajo që përmendi zoti Preçi, unë do të thosha që në kushtet kur jemi, kemi disa shenja pozitive dhe disa asimetri, disa shenja negative. Shenjë pozitive është rritja e të ardhurave nga TVSH-ja, që është një taks mbi konsumin dhe po tregon indirekt në një farë mënyrë që konsumi po fillon të gjallërohet. Akoma nuk kemi shifra të sakta përfundimtare, si thua, por kjo duket nga rritja e të ardhurave relative të TVSH-s. Po të krahasohemi me vitet e kaluar, viti 2012 ishte një vit normal për mendimin tim. Jemi në nivelet e 2012-s përsa i përket të TVSH-s, nëse marrim parasysh edhe rritjen ekonomike që nga 2012 edhe inflacionin që nga 2012. Jemi pak a shumë në këto nivele me TVSH-n. Jemi më mirë se 2013 përsa i përket të TVSH-s. Përsa i përket të ardhurave nga taksat ku janë rritur, ku është rritur norma e taksimit, aty performanca çalon në krahasim me 2012 dhe 2013. Pra ka hapësirë në ato drejtime, domethënë për të rritur të ardhurat nga taksat. Por shenjë mirë është që duket një lloj rigjallërimi i konsumit. Kjo duket edhe nga rritja e importeve. Nga rritja e importeve kundrejt vitit kaluar. Importet ka disa vite që janë në nivelet 0 ose bien në terma të vlerës, ndërsa këtë vit ka një rritje të importeve, do të thotë që është rritur konsumi në një farë mënyrë dhe natyrisht edhe importi atyre madhreve që përdoren si lëndë të parë për industrinë të fason, për shembull. Ndërsa përsa i përket problemit të uave me probleme, ato kanë marrë një stimul pozitiv në atë mas që paguen ua dhe pra mbetura, por natyrisht gjendja është përsëri alarmante, si thuash, edhe një nga ndërhyrjet e Bankës Botërore, domethënë në një nga ndërhyrjet e Bankës Botërore vije theksi pikërisht tek reduktimi tek masave që duhen marrë, që të paktën deri në vitin 2015 të bëhet një reduktim cilësor, si thuash, në një masë të konsiderueshme i stokut të uave me probleme të sistemit bankar në Shqipëri. Megjithatë, do të shtohet diçka se takon mikimin që pritet të jap rimbursimi i pagesave nga qeveria për biznesin. Të dhënat e zyrtare flasin që jo më shumë se sa 1.700 e kësaj shume, pra rreth 15%, ose ndoshta pak më shumë, pritet të shkojnë në shlyerjen e kredive problematike nga kjo pjesë e biznesit që ishte pa rimbursuar nga qeveria. Në të njëjtën kohë është pozitive që sistemohen llogaritë edhe midis bizneseve, por nuk mendoj se kjo ka qenë ose mbetet ankora, pavarësisht trumbetimit që është bërë edhe mbulimit mediatik, politike e tjera. Në thelb është një detyrim i shtetit dhe shteti nuk ka pse mburret kur përmbush detyrimin vetin. Ajo që është thelbësore është që bankat edhe pak të kontribut të qeverisë në bizneseve borxhlie në banka, bankat kanë pas dhe ka një rritje të depozitave, që do thotë që burimet e mundshme për të kredituar ekonominë reale janë prezent, por mungon besimi i ndërsjellët. Ndërkohë që pranë bankave afrohen një numër klientësh problematike dhe që në thelb kanë më shumë nevojë të sistemojnë veprimet e tyre se sa të zhvillojnë aktivitetet e reja, edhe bankat duke qenë se janë përshtatur me këtë situatë, mungojnë produktet e reja, mungon konkurenca midis bankave, më shumë janë syt tek bonet e thesarit edhe investimi i detyruar në monedha të forta apo në instrumente monetare jashtë vendit i valutës, i eurove. Dhe bankat janë në pozicion pritshmërie për një klim besimi të ndërsjellët më të mirë se sa kjo e sotme. Por gjithsesi, gjendja e depozitave tregon që ekonomia vazhdon të jetë në ngërç, fuqia absorbuese e saj metet e limituar dhe metet për të parë se si qeveria do punojë për të përmirësuar klimën e biznesit si parakusht për besim midis klientëve të bankave, bizneseve dhe qytetarëve dhe vetë tyre. Me që flasim për rekomandimet e Bankës Botërore që përmendët edhe ju. Në fakt, ndër rekomandimet e saj ka qenë edhe pjesa e reformës sa i takon korrigjimeve fiskale dhe strukturore. Cili është hapi tjetër që duhet të ndërmarrë qeveria në këtë drejtim sa i takon pikërisht reformave në fushën e reformave fiskale, flasim këtu?
Qeveria duhet të sigurojë domethënë që në përputhje me marrëveshjet që ka bërë dhe me FMN-n edhe me marrëveshjet e fundit që bëri me Banka Botërore, të sigurojë një stabilitet të treguesve fiskal. Do të thotë që natyrisht borxhi do ngelet në nivele të larta kundrejt GDP-s për periudhën afat shkurtër, por eventualisht filloj ulja e borxhit 2% e GDP-s në periudhën afat mesme. Ky është plani, domethënë, i stabilitetit fiskal. Një stabilitet fiskal do të bëjë të mundur që ekonomia të fillojë të zhvillohet më normalisht dhe eventualisht për mendimin tim me kapjen e nivelit potencial të rritjes ekonomike edhe reformat e shumë kërkuara dhe që për cilat ekonomia jonë ka shumë nevojë të fillojnë të zbatohen seriozisht. Kjo do thotë që ekonomia në terma afat mesme dhe afat gjatë filloj të funksionojë normalisht, kreditimi të arrijë nivele të dëshiruara dhe të filloj të funksionojë në mënyrë që të kemi ritme pozitive, ritme të mira të rritjes ekonomike. Një drejtim tjetër i këtyre reformave të synuara është edhe ai për të cilat dhe Banka Botërore stimulon me fonde dhe drejtimi në fjalë është përmirësimi i tregut financiar dhe i sigurisë së tregut financiar të sistemit financiar. Tre nga këto drejtime të rëndësishme janë si do rritet siguria e sistemit në raste problemesh me aktorët e sistemit, si do mbulohen nga fondet e sigurisë problemet e depozitave, si do sigurohen e tjerë. Pra rritja e kapaciteteve të sigurisë së sistemit. Një mas tjetër është mbikëqyrja e duhur e subjekteve financiare, jo banka, dhe një mas tjetër është heqja e shpejt nga bilanci i huave të humbura për sistemin bankar brenda të themi vitit të ardhshëm. Për këtë arsye janë miratuar disa ligje dhe disa rregullore nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mënyrë që ky sistem masash të shkojë sipas planifikimit deri në vitin 2015. Për këtë arsye dhe Banka Botërore ndihmon me fonde përmes një marrëveshje që ka me qeverinë shqiptare që e finalizoi së fundmi, e cila bën të mundur që këto masa të arrihen brenda një viti. Do të dash të shtoj diçka lidhur me këtë. Janë dy plana, aspekti monetar dhe aspekti fiskal. Sa takon aspekti monetar, është vërtet drejtimet që përmendi kolegu Kadare janë të identifikuara si mundësi ndërhyrje, por në një farë mënyrë do të pranojmë edhe tjetrën që megjithëse kemi thënë që ose është thënë publikisht që Shqipërinë nuk e prek kriza, doli që nga fushata vitit të kaluar morë vesh që e prek. Kemi thënë që sistemi bankar kemi të mirë kapitalizuar, rezistent, të qëndrueshëm e tjerë. Doli që morën $100 milion tani përsëri pikërisht për reformën këtë sektor. Pavarësisht kësaj, në aspektet monetare këto janë në proces të sipër dhe janë pa evitueshme. Sa takon aspekteve të kurrizimit fiskal, edhe pse nuk ka një definicion për këtë, pranohet që qeveria duhet të bëjë përpjekje maksimale për të filluar një proces balancimi midis targave buxhetore dhe shpenzimeve buxhetore. Do thotë që do të ketë politika më pak agresive sa takon shpenzimeve publike dhe njëkohësisht politika më agresive të dhimbshme sa takon grumbullimit të taksave. Flasim pak për këto politikat e dhimbshme se ju ndërpres në fakt po bëri shumë bujlet teme ose mori shumë vëmendje deklarata e ministrit Cani pas mbledhjes në fjalë për gjatë ditës sot me Bankën Botërore, në cilën ai tha që reforma në sektorin e energjisë, e veçoi atë krahas reformës në pensione, është shumë emergjente dhe do të jetë një reformë që duhet kryhet sa më shpejt edhe pse do të jetë e dhimbshme. Për cilat arsye referohet pjesa e dhimbjes? Ata që na ndjekin dhe ne këtu duhet të kuptojmë që paketa e reformave të programuar në marrëveshje midis qeverisë shqiptare dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar është e tillë që e vendos qeverinë shqiptare në një pozitë më kërkuese se takon zbatimit të këtyre reformave dhe dhënia këtyre parave, prandaj shtrihet në 4 vjet, pikërisht kushtëzon ecurinë që do të kenë reformat në vend. Dhe kur themi reforma të dhimbshme, do thotë që nuk mblidhen taksat me Allahile Xhan, me rixha, por do të kërkohet një qendrim më të rrept të administratës fiskale, natyrisht brenda normave ligjore, me synim që të zgjerohet baza tatim paguesve. Nga ana tjetër, dy sektorët identifikuar, pensionet dhe energjetika, janë të tillë që Këshilla e Fondit Monetar Ndërkombëtar është që
të shëndoshëm financiarisht. Do thotë që të mos destinohen më nga të ardhurat e taksapaguesve shqiptar 150 deri në 250 milion euro çdo vit për të kompensuar energjinë që humbet në rrjet vidhet shpërdorohet, por të paguaj secili për energjinë që merr. Pra, këto fondet destinohen në një drejtim tjetër për nevoja publike ku janë më prioritare. Mirë po, që të ndodhë kjo, përsëri kërkohet që shteti të jetë më represiv në kuptimin e grumullimit të taksave, qytetarët dhe bizneset të jenë më të përgjegjshme në kontributin në taksa dhe sigurisht duke kontribuar në taksa kërkojnë llogari për to. Kurse sa takon pensionet, problemi është më delikat, mbasi përpjekjet për të shëndoshur skemën në vlerësimin tim janë disi të nxituara dhe bazohen tek shkurtimi i numrit përfituesve përmes zgjatjes moshës daljes në pension, drejt një shifre që vetëm 3 vende sot në botë kanë të tillë, dhe ka një gjatësi mesatare, zgjatje mesatare të jetës shumë më të lartë nga tonën. Kështu që në këtë kuptim, këto reforma kërkojnë që shtetërorët të jenë më të përgjegjshëm, të kontribuojnë, por njëkohësisht mendohet, vlerësohet që duke patur më shumë para në dispozicion buxheti, do të ketë mundësi të qeveria të realizojë programin vetë politike të qeverisës. A implikon edhe rritjen e çmimit, ndoshta për ta plotësuar pak të energjisë, sepse kjo është dhe pjesa më sensitive, ndoshta dhe më e dhimbshme në këtë reformë. Ashtu sikur se diskutuam më parë, domethënë, nuk bëhet fjalë hapëro për rritje çmimit të energjisë. Unë desha thosha që në momentin që jemi, domethënë, i duhet kushtuar vëmendje investimeve në fushën e energjisë, rritje kapaciteteve prodhuese. Janë një mori projektesh për ndërtimin e centralesh në Shqipëri, një pjesë e madhe e cilave me çdiun nuk janë financuar, nuk gjen financim. Domethënë, mund të mendohet që të mund të financohen. Të paktën pjesa më e rëndësishme e këtyre projekteve që të futen, të fillojë Shqipëria të ngrej kapacitete prodhuese. Në qoftë se Shqipëria nuk rrit kapacitetet prodhuese të energjisë, ne përsëri do jemi deficitar, ne përsëri do harxojmë një faturë mesatarisht në vit për importin e energjisë elektrike. Pavarësisht reformës që do bëjmë në tregun e brendshëm, por gjithsesi Shqipëria do jetë deficitare për import energjie. Kështu që mund të mendohen për skema, për mënyra që të financohen pjesa e projekteve të gatshme për ndërtimin e hidrocentraleve. Përsa i përket reformës pensioneve, është një reformë e domosdoshme për mendimin tim, sepse po të shohim rreth 65% e fondeve të pensionit janë kontributet të buxhetit. Do të thotë, nga të ardhurat aktuale të vitit, çdo vit qeveria financon me 60-65% të fondit pensioneve. Vetëm 35-37% janë kontributet të atyre që punojnë. Pra është një reformë e domosdoshme. Tash unë jam dakord me zotin Perçi që kjo duhet menduar me kujdes, nuk mund të ngarkohet një brez i caktuar me më shumë se ç'mund të mbajë. Unë do të thosha që ndoshta një konsensus më i gjerë, meqense është një reformë që zbatohet dhe ndikon shumë breza, një konsensus më i gjerë ndoshta do të ishte i udhës një konsensus më i gjerë do thotë një lloj tolerancë dhe mirëkuptimi më i madh të drejtim. Duke qenë plotësisht dakord me çfarë thotë kolegu Kadare, do thotë diçka lidhur me çmimin e energjisë elektrike. Mendoj që do të ishte politika më e gabuar, më pa shpresë dhe njëkohësisht diskredituese për vullnetin e mirë të qeverisë për të marrë reforma, nëse do të ndiqet rruga më e shkurtër që rrit çmimin duke penalizuar atë kategori qytetarëve që janë taksapagues të rregullt, që pagujnë rregullisht energjinë që konsumojnë dhe në të njëjtën kohë të mos ndiqen mekanizma të tjerë që përsosin sistemin përmes investimeve, energjisojnë qytetarin dhe njëkohësisht përdorin tashmë databazat dhe forma tjera të teknologjisë me synim që qytetari kudo që përballet me shtetin të detyrohet të përmbush të detyrim minimal të cilit do njeri në cilit do familje në shtetet normale. Ndërkohë sa takon rritjes së çmimit, do të kuptojmë edhe tjetrën që Shqipëria ka nivelin më të lartë çmimit mbas Rumanisë për përdoruesin fundor. Por masa të tjera që lidhen me liberalizimin e tregut, me krijimin e mundësive që investitorët të ndryshëm në proces apo që kanë përfunduar apo të rinj që do të futen në treg, të kenë mundësi të konkurrojnë brenda vendit në energjinë që prodhojnë, të kenë mundësi ta shesin jashtë vendit dhe njëkohësisht të ketë një treg më të hapur dhe më pak të kontrolluar, do të kontribuonte për të pas realisht konkurrencë dhe përrjedhoj për të mos rritur çmimin tek përdoruesi fundor. Mire, ti çfarë ndodh në fakt në përditshmërinë tonë, që njerëzit përgjithsisht ankohen pikërisht për shkak të ardhurave më të pakta dhe për shkak të një lloji klime deri diku edhe mosbesimi që
ka të bëjë me të investuarit apo të hapurit të gjërave të reja. Në raportin e fundit të ILO-s vëreshe pikërisht një lloj mungese reflektimi pra midis rritjes ekonomike dhe pagave reale që kanë shqiptarët. Ajo që duhet kuptojmë është çfarë ndodh me rritjen ekonomike, pra përse jo gjithmonë kjo rritje ekonomike që flitet që të jetë në progres, pra qoftë me një apo me dy shifra në rastin më të mirë të mundshëm, nuk reflektohet drejt për drejt apo shpejt në kohë, nëse mund të themi kështu, tek të ardhurat e qytetarëve, tek ato që janë edhe pra konsumatorët fundor, sikurse tha dhe zoti Breçi. Zoti Kadere? Unë mendoj që në kushtet e ritmeve të ulta të rritjes, në potencial më tepër se sa rritja e pabarazisë, kemi të bëjmë me mosrritjen e punësimit. Domethënë, një ekonomi nëse rritet në nivelin potencial, atëherë gjeneron vende pune të mjaftueshme, për të mundur që të përmirësohet jetesa përmes rrogave, në rritjes së numrit të punësorëve, përmirësohet jetesa e qytetarëve. Natyrisht nuk përjashtohen problemet e pabarazisë në shpërndarjen e të ardhurave e tjerë, por në kushtet ku rritesh në potencial, me ritme të ulta rritje, kjo merr përparësi për mendimin tim nga ana ekonomike. Ndërsa është edhe në këto kushte është e shpjegueshme ekonomikisht që rritja e rrogave lë për dëshiruar, është më e ulët se sa rritja ekonomike, të themi. Pse? Sepse numri i lartë i papunësisë bën pak presion për rritje rrogash. Normalisht kur ka shumë punë marrësit, ata që marrin punë ose punëdhënësit, themi, punëdhënësit, e blenë më lirë fuqi punëtore. Kjo s'është e mirë për mirëqenien e për masat e njerëzve, por kështu ndodh. Kjo është ekonomia e tregut. Ka një argument tjetër që në gjithë historinë më shumë se 200 vjeçare të kapitalizmit, në thelb rritja e pagave dhe pensioneve është derivat i rendimentit shoqëror të punës, i produktivitetit të kësaj pune. Dhe për sa kohë kemi përmirësim cilësor të fuqisë punëtore, s'kemi rritje të aftësisë konkurruese me vendet e rajonit, me botën e tjerë, nuk do të presim ndoshta paga më të mëdha, edhe sikur ekonomia të performon të më mirë nga ç'është performon aktualisht. Mirë, unë do doja që në fund fare të flasim pikërisht për çështjen që është më e mpret dhe më sensitive, që ka të bëjë pikërisht me papunësinë dhe me atë se çfarë është bërë deri më tani. Por ne kemi një ndërprerje të detyrueshme publicitare në këtë moment, rikthehemi pas pak me pyetjen e fundit. Rikthehemi në studio dhe marrim shkas pikërisht nga raporti i fundit i Bankës Botërore, sepse dua ta lidh edhe me rekomandimin e fundit, ndër rekomandimet kryesore që ka bërë pra Banka Botërore, që lidhet pikërisht me papunësinë, kryesisht tek të rinjtë e papunë, që është edhe kategoria më e madhe që e vuan këtë lloj situate. Sigurisht aty sugjerohet patjetër që të ndërhyhet. Shpeshherë dëgjojmë, jo për këtë reformë, por për çdo reformë, për çdo ndryshim, që ndoshta kjo kohë prej 9 apo 10 muajsh nuk është e mjaftueshme për të sjell pikërisht zhvillime radikale, rrënjësore, të quajmë si të duam. Por është pjesa më sensitive, është pjesa ku pritshmëritë janë më të mëdha, është pjesa ku kërkohet një sinjal për ndryshim. Zoti Kadere, i kemi ne këto sinjale që diçka do të ndryshojë sa i takon punësimit? Unë them që natyrisht rritja ekonomike do sjellë punësimin në terma afatmesme dhe afatgjata në mbështetje punësimin, por dhe politikat mbështetëse nga ana e ofertës janë shumë ndihmëse në këtë drejtim. Një politikë mund të jetë ajo që e kemi dëgjuar, domethënë mbështetja e arsimit profesional, domethënë krijimi i teknikëve, teknicienëve, njerëzve që kanë një arsim profesional të mirë për të punësuar në pozicione të ndryshme që hap industria. Dhe unë them që një investim në këtë drejtim do të ishte shumë dobiprurës, krijimi i specialistëve të ekonomisë, jo me domosdoshmë universitet, me shkolla, por specialistë që dinë të bëjnë mirë një punë në një drejtim të caktuar. Pra, rritja e arsimimit të një shtrese të punësuarve do sillte rritje të punësimit, rritje të ofertës, si thua, të fuqisë punëtore të kualifikuar, për cilat mendoj që Shqipëria ka nevojë të madhe. Jo, ajo që duhet kuptoj është, domethënë kjo është
pjesën e ndërgjegjësimit të shqiptarëve, që duhet të ndërgjegjësohen të kuptojnë se çfarë kërkon tregu sot, apo për këtë ka nevojë edhe sigurisht për një ndërhyrje të autoriteteve. Është hallka më e fundit se takon zgjidhjes problemit të papunësisë. Papunësi, përndryshe punësim, është baraz me investime. Domethënë, pa investime nuk mund të ketë zvogëlim të papunësisë. Dhe kur flasim për investime, nuk është fjala thjesht për investimet publike. Gjë rastin të shpeshqetësimit që në 4 muajin e parë të vitit shpenzimet operative ishin rrit më shpejt se sa shpenzimet për investime kapitale, në fakt duhet ishte e kundërta dhe uroj që në të ardhmen të korrigjohet. Ajo që do të thosha është që të krijosh hapësirë për investime private në këtë vend, në një ekonomi që dominohet nga sektori privat, është pikërisht të japësh përgjigje të drejtë për drejtë zbutjes së papunësisë, përndryshe zgjerimit të punësimit në gjitha nivelet e shoqërisë dhe jo vetëm tek pjesa më vulnerabël, pjesa më e varfër, siç janë fasonet. Në të njëjtën kohë, disa politika publike, siç është një lloj ngërçe apo ngrirje në investimet në zonën bregdetare për shkak të ngritjes të një agjencie specializuar e të tjerë, në thelb nuk duhet të ndodhin. Është shumë e rëndësishme që qeveria të kuptojë që çfarëdo lloj inkurajimi i procesit të dhënies leje të ndërtimit, zbatimit të planeve rregulluese, është më e rëndësishme se sa efekti që ka një show mediatik i shemës një pallati apo të një zone të caktuar informale. Më e rëndësishme mbetet prerja e shiritave për investime të reja dhe inkurajimi në bashkëpunim me pushtetin lokal, krijimi i klime besimi më të mirë të komunitetit biznesit ndaj organizmave shtetërore të qeverisë. Në të njëjtën kohë, thithja e investimeve të huaja mbetet një element shumë i rëndësishëm që kontribon drejt për drejt në zbutjen e papunësisë. Kuptohet që të ndërtosh një decentrale siç përmendi kolegu Kadare, atë seri decentralesh janë rreth 100 kërkesa sot në shqyrtim në Ministrinë e Energjetikës, në thelbi kontribon pikërisht që në një periudhë afatmesme 3 deri në 5 vjet të ketë një kontribut në zona apo rajone të caktuara. Të njëjtin efekt japin investimet në projektin TAP apo në projekte të tjera. Në këtë kuptim, gjithçka që nxit investimet në thelb kontribon në zbut papunësinë. Ndërkohë, duhet të kuptojmë edhe tjetrën që papunësia nuk është vetëm pjesa e dukshme apo ato që regjistrohen në zyrat e punës, është pjesa më e vogël. Nëse zyrat e punës që keni bërë të mira dhe do ishte më dëshueshme të kishte më shumë vende pune se sa mundësi për të kërkuar. Është një pjesa e superpopullusisë së fshehtë apo superpopullusisë agrare. Raportimet zyrtare flasin për 125.000 vende pune të humbura vitin e kaluar, që do thotë që ka një tkurrje në këtë fushë dhe është vërtet konstatimi juaj që pjesa e popullsisë së shkolluar ka një normë papunësie 2 herë më të lartë se sa pjesa tjetër e popullsisë. Në këtë kuptim, të mendosh për gjeneratën e re, nuk është thjesht japësh këshilla apo të promovosh një apo dy raste të shkutra, por themelore mbetet përmirësimi i klimës biznesit, mbasi është sektori privat që absorbon pikërisht këtë fuqi punëtore të lirë të kualifikuar. Po. Do thonë, jam dakord me ato që vërtet investimet në sektorin privat krijojnë punësimin e gjatë, si thua, punësimin efektiv të ekonomisë, të qëndrueshëm. Në këtë drejtim qeveria mund të synojë që ato fonde të bankave, të sistemit bankar, që ose rinë tek mëmat në formë depozitash, dhe që nuk bëjnë konkretisht gjë për ekonominë shqiptare, synoj që t'i tërheqin në Shqipëri duke i bërë më atraktive, duke e bërë vendin më atraktiv për investime të tilla. Kam parasysh që qeveria mund marrë risk për disa projekte të rëndësishme për vendin, duke marrë një pjesë të riskut edhe bankat mund të nxiten që të investojnë në këto projekte. Natyrisht fondet bankat i kanë, por friksohen nga rreziku. Nga rreziku siç ka treguar kredia me probleme, kredia e humbur e kohëve të fundit. Kështu që projekte të tilla mund të marrin financimin e bankave shqiptare, natyrisht duke u futur qeveria në kuadrin e disa skemave të caktuara. Më parë, praktikisht janë brendisur apo që të shumë destinacione. Po, domethënë mund synohen dhe fonde të tilla. Në fakt, e rëndësishme është të shohim rezultate konkrete, dhe ndoshta për këtë do të na duhet të presim, vazhdojmë të flasim në kohën e ardhur, ndërkohë që pritshmëritë janë shumë të larta, sidomos për këtë sektor për cilën folëm deri më tani, ose për këtë problematikë që do ta cilësoj kurse është papunësia. Ne do të mbetemi sërish në vëmendje edhe të raportimeve dhe shifrave në vijim, qoftë institucioneve të rëndësishme siç është Banka Botërore apo FMN-ja, që gjithmonë marrin vëmendje pikërisht se shikojnë dhe si më objektivet sa i takon vlerësimit performancës ekonomisë shqiptare dhe të financave publike. Falenderoj shumë Zef Preçi. Faleminderit gjithashtu. Dhe gjithashtu Arian Kadaren për analizën që përcollën për gjatë këtyre minutave në studion e OTV News. Dashur miq, ka qenë kjo puntata e ditës së sotme, ne do të rishemi së bashku sërish në ora 16:00, deri atëherë bashkë ne u takofshim.